Çdo vit regjistrohen nga 5.000 raste të reja me goditje në tru, çka vendin ton e rendit mes shteteve me incidencë dhe prevalencë të mesme, respektivisht 200 deri në 300 raste për 100.000 banor. Mjekët paralajmërojnë se asnjë grup mosh nuk është e kursyer, pasi goditja në tru mund të shfaqet edhe tek fëmijët dhe të rinjt nën moshën 45 vjeç. Shefja e repartit për urgjencë neurologjike në Klinikën Universitare të Neurologjisë, profesoresha Anita Arsovska, theksoi rëndësinë e reagimit të shpejtë. Bitno да се препознат симптомите и знаците на мозочниот удар, кои што настануваат одеднаш, нагло и најчесто се работи за парализа на едната страна на телото, на раката, на ногата. Понатаму може да има пречки во зборувањето, неразбирање на тугиот говор, искривување на лицето од едната страна. Може да се појави главоболка, твртоглавица, нестабилност, неможност за одење, некогаш и неможност за голтање, проблеми со видот, со гледањето, и кога тие симптоми и знаци ќе се случат, потребно е веднаш пациентите да се транспортираат во најблиската здравствена установа која што е. Drejtori i klinikës Dr. Jovan Bozhinovski njoftoi se po planifikohet blerja e një aparati MRI të dedikuar për neurologjinë që do të përmirësojë diagnostikimin dhe do të lehtësojë punën e Institutit të Radiologjisë. Во однос на диагностиката на мозочните удари, ние имаме соработка и со Институтот за радиологија. Меѓутоа, со оглед на бројот на пациенти, не секогаш протокот на пациенти, односно добивањето на резултати е така брз и едноставен. Во таа насока веќе има некоја идеја за да се набави магнет кој што ќе биде исклучиво за клиниката за неврологија. Sipas doktoreshës Arsovska, mbi 90% e rasteve me goditje në tru mund të parandalohen përmes kontrollit të lartë të gjakut, nivelit të sheqerit dhe yndyrnave, si dhe shmangjes së duhanit, stresit dhe ndotjes. Në kuadër të ditës botërore të goditjes në tru, Klinika e Neurologjisë organizoi një ditë të hapur me kontrolle falas të arterieve karodite. Në vizitë ishte edhe Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili vlerësoi iniciativën dhe tha se sistemi shëndetësor duhet të funksionojë jo vetëm në trajtim, por edhe në parandalim dhe edukim publik.